Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 14, muaj është i 7, viti 2026. E martë diku para mesnate në Tetov. Jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, është një fjalë e urtë popullore shqipe e cila thot utrant mali pollimi. Gjitha e potere u bë, se vleni mori edhe 3 ministri u bën 6 e kështu me radhë. Dhe dini çfarë ndodhi? Bazuar në bazë të asaj, që thot një fjalë urtë popullore shqipe, dita e mirë duket që në mëngjes, nuk kemi asgjë interesante. Kemi përsëritje, ripërsëritje të deklaratave një për një të gjitha ministrave, edhe të asaj që ishin në BDI, edhe të asaj që ishin LSDM, edhe të asaj që ishin me VMR dhe VMN. Unë do ndalem te deklarata e Jeton Shasivarit, i cili mendon vetveten se është njeriu me shkopin magjik, mirë po shkopi magjik diku i ka mbetur ndërmjet Stambollit, Shkupit, Tetovës dhe prapë Shkup. Pra, nuk kam një shkop magjik, vetëm është rahat gjoks. Ministri i Drejtësisë. Pra, premtimet e dëgjuara shumë herë, por qytetarët presin rezultate. Ai tha, do të punojmë me përkushtimin, përgjegjësinë dhe transparentën, duke u fokusuar në avansimin e sundimit të ligjit, forcimin e pavarësisë dhe efikasitetit të sistemit gjithësor, riktimin e besimit të qytetarëve në drejtësi. Veç kjo më veç e parë. Pra Jeton Shasivari nisi mandatin me fjalët që qytetarët i kanë dëgjuar prej vitesh. Përkushtim, transparencë, sundimi i ligjit, pavarësia gjithësore dhe riktimi i besimit në drejtësi. Janë premtime që pothuajse çdo ministër i dikasterit të drejtësisë nga 1990 deri tash i ka bërë në fillim të mandatit, ndërsa sistemi ka mbetur i mbi ngarkuar me probleme. Pyetja nuk është çfarë do të premtojë ministri i ri, por çfarë do të ndryshojë realisht. A do të ketë reforma që do të bëjnë gjithësorin më të pavarur nga diktimet politike? A do të ketë përgjegjësi për korrupsion në nivele të lartë? A do të përshpejtohen procedurat gjithësore dhe të trajtohen qytetarët në mënyrë të barabartë para ligjit? Besimi në drejtësi nuk rikthehet me deklarata solemne, por me vendime të drejta e institucionet të pavarura dhe rezultate të prekshme. Nëse pas disa muajsh qytetarët vazhdojnë të përballen me të njëjtat probleme, atëherë edhe ky mandat do të mbetet vetëm një tjetër kapitull i premtimeve të pambajtura. Ministria e Drejtësisë nuk ka nevojë për retorik, por për reforma që prodhojnë drejtësi të barabartë për të gjithë. Vetëm rezultatet mund ta binin opinionin se ka nisur një epokë e re, çdo gjë tjetër mbetet propagandë politike. Ministri i ri i Drejtësisë Jeton Shasivari premton përkushtrim, transparencë, sundim të ligjit, pavarësi të gjithësore dhe rikthim të besimit të qytetarëve. Këto fjalë, jo që janë dëgjuar pothuajse nga çdo ministri i Drejtësisë ndër vite, por u bën një slogan kështu përsëritje, ripërsëritje dhe në fund të bën demagogji. Problemi nuk ka qenë mungesa e deklaratave, por mungesa e rezultateve konkrete. Maqedonia mbetet mu për shkak të gjithësorit edhe në vërejtjet më të mëdha që i merr nga Bashkimi Evropian. Besimi në drejtësi nuk rikthehet me konferenca për shtyp, e thamë edhe më lart, por me luftë pa kompromis kundër korrupsionit, me gjykata që vendosin pa ndikim politik dhe përballimi i parë është se gjykata në Maqedoninë Perëndimore kanë mungesë të gjykatësve. Hajde tash ministër, hajde. Apo e pret shkopin magjik që të vijë nga Stambolli, Shkupi në Tetov dhe prapë në Shkup. Pra me procedura më të shpejtë dhe me përgjegjësi për ata që abuzojnë me ligjin. Nëse këto premtime mbeten vetëm në nivel deklarativ, qytetarët nuk do të shohin asnjë ndryshim nga paraardhësit. Ministri duhet të tregojë që në muajt e parë se cilat reforma do të ndërmarrë, cilat afate do të respektojë dhe si do të garantojë që drejtësia të mos jetë e varur nga interesat politike. Sundimi i ligjit nuk mbatet me fjalime, por me vendime të drejta institucionet të pavarura dhe barazi para ligjit për gjithë pa përjashtim. Unë nuk do isha Mesut Shabani dhe nuk do isha marrë edhe me diçka tjetër. Pra, në Maqedoninë e Veriut, Ministria e Drejtësisë harton programin vjetor të punës, përcakton prioritetet, aktivitetet dhe afatet, monitoron zbatimin e programit gjatë vitit, koordinon kontributin e Ministrisë në programin vjetor të punës së qeverisë. Kjo është pjesë e strukturës së Ministrisë dhe planifikimit strategjik. Pra, ministri është politikisht përgjegjës për zbatimin e programit dhe për raportimin e rezultateve. Pra, edhe një herë mos harrohet se ministri do duhet t'i dorëzojë kryeministrit raport se çfarë ka punuar apo nuk është punuar dhe cili është. Pra, pa mos ia miratuar kryeministri raportin e punës, çao.
Pra, një prallë, jo për natën e mirë, po që ministri do t'i mbetet për gjithë jetën apo bravos. Okej, nuk është okej, për unë vazhdoj më tej. Pa gjithandej, do ndalem pak te ky ministri i drejtësisë, i cili, gjatë gjithë kësaj kohës mendon se ka shkop magjik. Nga ajo që pa. Mirë për studentët, nuk janë ata që ai mendon se janë. Pra, sepse të logjikosh dhe të mendosh se çdo gjë në Maqedoni ka edhe anën e vet negative, por edhe anën e vet pozitive, vetëm në Maqedoni mund të jetë kjo. E paraparë dhe e prolonguar. Por, mbi të gjitha, studentët janë ata të cilët e dhanë mendimin e parë. Emërimi juaj, i thot Besian Xhepi nga Universiteti i Evropës Juglindore, atje ku ai ligjeronte, në kuadër pra Besiani është në kuadër të protestës së studentëve juridik për provimin e korrespondentës në gjuhën shqipe. Emërimi juaj, thot, nuk është arsye për entuziazëm. Për studentët, çdo ministër vlerësohet vetëm nga veprat, jo nga titulli, emri apo përkatësia etnike. Parysh ishte ministri Golfikut, tashmë i pensionuar. Gjatë mandatit të tij, studentët protestuan para Ministrisë së Drejtësisë, kërkuan dialog, argumentuan me ligjet e kërkuan vetëm një të drejtë elementare, mundësinë që provimi i korrespondentës të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe. Gjuhët të cilën e studiojnë, përgjigjja është e qartë. Heshtja dhe injorimi, kjo heshtje shndruar në simbol të dështimit institucional, i thot Besiani. Mandati i Filkovit do të mbahet si një mandat i premtimeve të pambajtura dhe i mungesës së vullnetit për të korrigjuar një padrejti që prek drejt për drejt studentët dhe besimin e tyre të institucionit si dhe një ndarje ndërretnike. Pra, sot kjo sfidë kalon tek ju. Mos prisni që studentët japin besim para prak. Besimi fitohet me vendime, jo me deklarata. Nuk mjafton të jeni ministri i radhës, duhet të shkoni se jeni ministër që ka guximin të zgjidhë atë që të tjerët e lanë pezu. Sekretari i Parlamentit Studentor të Universitetit të Evropës Juglindore, them qartë, studentët nuk kërkojnë privilegje, ne kërkojnë barazi para ligjit, respekt për meritën dhe një sistem që nuk diskriminon mbi bazën e gjuhës. Ligjin tashmë e keni në dorë, ligji për përdorimin e gjuhës ekziston, kushtet ligjore ekzistojnë, prandaj nuk presim interpretime të reja dhe as arsyetim, presim vetëm zbatim. Ligjet nuk miratohen për të qëndruar në letër, por për të zbatuar në praktikë. Studentët nuk janë problem për shtetin, ata janë potencial dhe meritja më e madhe e tij. Çdo sukses i këtij vendi fillon nga bankat universitare. Pikërisht studentët janë ata që nesër do të jenë gjykatës, prokuror, avokat, profesor si dhe bartës të institucionit. Bashkëtesa nuk ndërtohet me slogane politike, por me drejtësi dhe barazi reale. Ajo forcohet kur secili qytetar, pavarësisht gjuhës që flet, gëzon të njëjtat të drejta dhe trajtohet me njëjtën dinjitet nga institucionet. Vetëm kështu ndërtohet besimi ndërmjet komunitetit dhe një shtet që respekton karakterin e tij multietnik. Ky është testi jo i parë dhe një nga më të rëndësishme, i thonë studentët ministrit të drejtësisë. Nëse zgjidhni këtë padrejti, do të mbani mend si ministri që vendosi drejtësinë mbi kalkulimet politike. Nëse jo, do të jeni vetëm një tjetër emër në listën e ministrave që përfundojnë tashmë si paraprakët e juaj. Studentët nuk ndalen. Historia ka dëshmuar se ndryshimet më të mëdha kanë nisur pikërisht nga zëri i tyre. Ne do vazhdojmë të mbrojmë të drejtën, meritën dhe dinjitetin studentor, derisa ky problem të marrë fund. Personalisht ndaj vlerat që besojnë në dialog, progres dhe hapësira përpara, vetëm kështu vendi do ecë në rrugën e dur, rrugën evropiane, gjithçka tjetër përfundon në dështim dhe humbje të motivit për një jetë më të mirë. Kjo është pra Maqedonia këtyre ditëve. Kjo është Maqedonia. Dhe ministri i cili lavdërohet se ka shkop magjik, do të vëllaqohet me shumë çka. Vërtet do vëllaqohet me shumë çka. Një prej problemeve është edhe hapja e shumë aferave gjithësore të cilat ndodhen në Maqedoninë perëndimore. Pa marrë parasysh kush ishte në politikë. Tash në pushtet. Përveç asaj që thërë se do të bësh edhe hapjen e konkurseve për gjykatës. Do merresh me burgje, do merresh me shumë shka tjetër. Pra, nuk është e vetëm ajo për të shtuar vetvetes një CV. Ja shtuat vetvetes një CV. Dhe çka? Çka pas kësaj që e shtuat vetveten në CV? Shumë çka është e kalur, vërtet është shumë çka e kalur. Dhe unë do isha me Suçevani sikur mos i kisha dhënë një manual për ministrin e drejtësisë që tonë Shasivar. Nuk kam asgjë kundër, le të jetë i suksesshëm, unë do e lë punën e gazetarisë. Do e lë. E dini pse? Sepse mendje madhit vetëm drejtësia dhe transparenca i vjen hak.
Ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, Fiton Shtresare, prej sonte, datës 13/07/2024, kur është emëruar i hecën mandati, ka përgjegjësi të gjera në funksionimin e sistemit të drejtësisë, por nuk ka të drejtë të jap urdhra gjykatësave apo prokurorëve si dhe të vendosë në raste konkrete, sepse pushteti gjithësor duhet të jetë i pavarur. Në kuadër të detyrave të tij, Ministri i Drejtësisë Fiton Shtresare duhet të merret me përgatitjen dhe propozimin e ligjeve në fushën e drejtësisë, zbatimin e reformave në drejtësive që është atyre që kërkon në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, përmirësimin e efikasitetit të gjykatave dhe administratës gjithësore, bashkëpunimi mes Këshillit Gjithësor, Këshillin e Prokurorit Publik dhe institucionet tjera të drejtësisë duke respektuar pavarësinë e tyre. Mbikëqyrjen administrative të institucioneve që varen nga Ministria e Drejtësisë si administrata e burgjeve, noteria, përmbaruesit, ndërmjetësimi e tjerë sipas kompetencave ligjore. Pra, mos i vi radha që edhe ky si të tjerët merreshin më shumë kush do merr noterin, kush do merr përmbaruesin e kështu me radhë. Hartimin e politikave kundër korrupsionit në pjesën që takon Ministrisë dhe koordinimit me institucionet kompetente. Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar për përfshirë ekstradimin dhe ndihmën juridike ndërkombëtare, kujdesin për sistemin e ekzekutimit të sanksioneve penale dhe respektimin e të drejtave të personave të përfituar nga liria, digitalizimin e shërbimit të drejtësisë dhe modernizimin e administratës. Pa marrë parasysh se kjo është anë teknike i bie, sigurimin që legjislacioni të jetë në përputhje me kushtetutën dhe standardet evropiane. Po pra, e mos ndalemi në atë që në kontekstin e reformave për ndërsimin e ve, ministri zakonisht duhet të ketë prioritet forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër korrupsionit, garantimin e pavarësisë së gjithësorit, rritjen e transparencës dhe përgjegjësisë së institucioneve të drejtësisë, harmonizimin e ligjeve me aktis të Bashkimit Evropian. Pra, është kryesisht roli i tij politik, roli i ministrit të drejtësisë, ligjvënës dhe administrativ, ndërsa nuk përfshin ndërhyrjen në vendimet e gjykatave ose vendatimet e prokurisë. Ai krijon kushtet që sistemi i drejtësisë të funksionojë më mirë për vendimet konkrete në procedurë gjithësore i marrin organet e pavarura të drejtësisë. Pra, tu ka shumë afera, njëra prej tyre ka bëjë një shokun e tij, të shohim se a do mund t'i hap për të zbardhur atë që e quan edhe për pak më thash Molla Sula, Reisi, ish Reisi, diçka shumë interesante në atë aferë. Ka është koha që tash përsyse i ketë përpara të gjitha, ndori ke. Nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Del sot ai buri botës, kryetari i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë dhe thotë, sulmet ndaj gjykatave, gjykatës kushtetuese i konsideroj kompliment. Jo, ma i këtë, bravo. Sulmet nga politikanë dhe organet shtetërore kundër gjykatës kushtetuese i konsideroj si një kompliment për punën e saj. Hiç sekret, liridhe të drejtë të shqiptarëve do kesh komplimentin më të madh. Hiç sekret. Çka se je kryetari i gjykatës kushtetuese, ti nuk e nështrosh transparencës, ti nuk e nështrosh opinionit publik, ja ma i këtë. Thënë ti je i paprekshëm, ti je mesja, ti je zoti. Apo dhe ti të mungon Shkopi nga Beogradi, Shkopi magjik, si do i mungoj, ti në të sigur 100% do i mungoj ministrit të drejtësisë. Sepse ministri i drejtësisë do të merret edhe me këtë. Po, ministri i drejtësisë do të ketë punë, unë do të ri kështu gaditur edhe për një situatë mjaft interesante. Këtu në Tetov, di njerëz që kanë vënë vepra penale dhe nuk janë përgjigjur asnjë ditë, ndërsa për arsye se kanë qenë me para të fortë, për arsye se kanë qenë me politikë të fortë. Nën kontrollin e Ministrisë së Drejtësisë është edhe drejtoria e sanksioneve. Të merret të shoh fletën e drejtorisë së sanksioneve. Pse këta njerëz nuk kanë bërë të dënuar, nuk kanë bërë për vepra penale të rënda, nuk kanë bërë bile ka edhe për shkelje të njerëzve që kanë humbur jetën. Nuk kanë bërë një ditë burg. Do të kontrolloj listën. Tetov. Pa marrë parasysh se janë shqiptar. Po edhe të tjerët që rinë në përburgjen e Drizov janë shqiptar. 80% nga Tetov. Për gabime të ndryshme. Unë them gabime për stërshitje droge, për ndonjë raj, për ndonjë thik, për ndonjë leje vozitje e kështu me radhë. Ndërsa ata të cilët kanë bërë krime, vepra penale, shëtiten rahat me veturat e shtrenjta, po. Dhe nuk guxon askush të trokas në derë. Askush, sepse është një bashkëpunim i papar ndërmjet këtyre dhe organeve policore, juridike, prokuroriale kështu me radhë. Nuk është okej, por më vazhdojmë më tej. Pra Konstantinovskit Allah dhe kohë. Pra, ky mund të bëjë çdo gjë dhe e konsideron vetveten si kur lavdërat, kompliment për punën e saj. Çfarë nuk ka, faji kujt është? Faji nuk është jetim, është shqiptar. Dhe ndalemi një situatë mjaft interesante, besoj se juve nuk do t'ju pëlqej, por mund të qeshim bashkarisht. Si është e mundur në një universitet diku në Shkup,
jo të shqiptarët, por një njerëzitet diku në Shkup. Për këtë duhet merret edhe ministri i drejtësisë, të shoh procedurën, të ndjek procedurën dhe ngrej padi. Pra, Ministresha e Arsimit, e cila është një anti universiteteve shqiptare, pra Henevska, thot, një studente gjinisë femërore ka dhënë 17 provime për një muaj diku në një universitet në Maqedoni. Njëtën kohë ka studiuar studime universitare dhe pas universitare, ja Allah, e kësaj thujnë për Google është kjo rekord. Kjo nuk është realisht e mundur, por ministra, si s'është realisht? Si s'është? Pra, Ministri i Arsimit Vesna Janevska në një intervistë prezente deklaroi se Ministria e Arsimit ngriti padi penale kundër një institucioni privat të arsimit të lartë për falsifikim të diplomës, sepse kishin regjistruar një student që kishte kaluar 14 deri në 17 provime brenda një muaji. Thonë, për dy afate ai pas ka diplomuar. Për dy afate. Për shembull, një student e dha 14 deri në 17 provime brenda një muaji, njëtën kohë studioi studime universitare dhe pas universitare. Kjo nuk është realisht e mundur. Nuk kam dëgjuar kur për askënd në botë që jep 14 provime brenda një muaji dhe të jetë në studime universitare dhe pas universitare, tha ministrja. Okej. Që jemi në Maqedoni, ministrja thotë, nuk e thotë me sot shkabon. Do ndoj zëbes, sepse unë di edhe shumë shka tjetër që ndoshta nuk është shkon për shtati. Po, politikë e shqiptar. Politikë e shqiptar. Pra bashkëpunëtorë të shumë çka janë edhe politikë bërësi. Dhe ka pasur reagime të ndryshme lidhur me atë që ndodhej në parlament me zonjën Pasholli, deputetën e BDI-s, të cila pati një sjellje jo të hishme nga ana Ivan Stojkovićit ndaj saj. Dhe unë do ndalem edhe diku tjetër. Njëtën kohë, njëtën ditë tash, për ta mbuluar njëra tjetrën apo tjetra njërën, unë nuk e di. Në Serbi ka pas një deklaratë e ashpër e ministres serbe për spastrim etnik të Kosovës. Snežana Paunović, ministre serbe, e cila ka shprehur hapur mbështetje, ka thonë, në kohën e Miloševićit kisha qenë në vendin e Miloševićit të kisha bërë spastrim etnik të shqiptarëve të Kosovës. Njëtën kohë kur ndodhe dhe incidenti në Shkup. A ka këtu ndonjë lidhshmëri? Nuk e di, gjeni ju vetë. Incidenti verbal gjatë pauzës së seancës së dieshme në Kuvent ka nxitur reagime në opinion, pasi zëvendës kryeministri Ivan Stojković ka ofenduar dhe denigruar me fjalorfyes deputetët e opozitës. Pjesë e këtij sulmi verbal ka qenë edhe deputetja e BDI-s Arbana Pasholli, sipas së cilës sjellja e Stojkovićit ishte e papranueshme dhe se sulmi nuk ishte në shënjestër vetëm atë si deputete, por prek edhe dinjitetin e grave në politikë. Dua ta di në botën e zhvilluar perëndimore dhe në demokracitë e konsoliduara si veprohet në raste të tilla. A konsiderohet kjo sjellje e pranueshme për një funksionar publik apo pason në reagimi menjëhershëm dhe kërkimi përgjegjësisë? Ndaj sjelljes së Stojkovićit ashpër reagoi deputeti Jashes Ria Çaçiri, duke i quajtur idiot në katror. Kësi lloj idiotësh vinë këtu në kuadër të Kuventit dhe ofendojnë dhe mundohen të demonstrojnë dhe të tregojnë forcë këtu. Shumë gabim e kanë. Nëse idiot vë kvadrat. Njerëzit idiot në katër. O vendojnë këto, nuk do të lutem kujdes Riat, të lutem fjalorin kujdes. Ndërsa nuk i pengonte Afrim Gashit fjallori i Stojković, nuk i pengonte. Kujdes lutem, nëse dikush mendon me atë formë të paraqitet ndaj nesh, shumë gabim e kanë. Absolutikisht nuk e ndohim vetëm se është mirë ose është mirë. Për atë kategori njerëzve në reciprocitet do të përgjigjemi. Ashtu si paraqiten, çashtu do të përgjigjemi. Deputetja e BDI-s Rina Ajdari kërkoi nga kryeministri që ta heqë nga rendi i ditës votimin e Stojkovićit për ministër, njëkohësisht edhe të kërkoi falje publike. Ministri duhet të ndërmarrë hapa që të distancohet nga Ivan Stojković. Kjo duket edhe një herë për ju kryetar, ofendimi, sharja i drejtohej opozitës. Këtu kemi shumë deputet shqiptar, u ofendua, edhe ne u ndjem të ofenduar sepse na u drejtua neve në klubin e deputetëve. Dhe për këtë nuk kemi reaguar. Ato, dhe nuk e di se si deputetët e Vlenit do të vazhdojnë të qëndrojnë në këtë sallë. Po pra, Vleni, ku ka kohë, Vleni merret me punë më të mëdha. Dini pse merret me punë më të mëdha, zonja Rina? Votojnë atë si ministër për shkak se me atë ofendim
Ai ka sharë dhe ka ofenduar edhe ato 107 shqiptarët vota që ju i konsideroni të pastra se i keni marrë. Në vend të Stolkovicit, fali deputetëve ju kërkoi kryeministri i vendit Hristijan Mickoski. Kao predsjedatelj na vladата, да се извинам на вас, пратениците и на граѓаните, што денеска бевме сведоци на овие настани и се надевам дека тоа нема никогаш повеќе да ни се повтори. Kërkimfalja e Mickoskit erdhi pasi edhe grupi parlamentar i LSDM-s akuzoi Stolkovicin se kishte drejtuar hyrje edhe ndaj deputetëve të tyre, Fatmir Bitiqit dhe Mitko Trajçolleskit. Megjithatë, kryetari i LSDM-s Venko Filipçe ka upsin e dieshëm në kuvent, e cili solicita për të mbuluar dështimin e plot të qeverisë. Вчера направи хаос, за да прикрие собствената неспособност, тоа што владата нема апсолутно никакви резултати во ниту еден сегмент на функционирањето и се обидува да создаде алиби за предвремени избори, бидејќи рече дека ги нема, сега очено му треба алиби. Grupi parlamentar i LSDM-s ka kërkuar që të dorëzohen video incizimet nga seanca numër 122 e kuvendit, si dhe pamjet nga hapësira para hollit të sallës Maqedonia për periudhën kohore nga ora 17 deri në orën 19. Në kërkesën drejtuar kryetarit të kuvendit, LSDM kërkon sigurimin e incizimeve për të pasur një pasqyrë të plot lidhur me incidentin e shkaktuar nga ministri Ivan Stolkovic. Opozita kritikoi edhe kryetarin e kuvendit Afrim Gashi, me të cilin, siç thonë, ishin dakorduar që të miratojë një konkluzion me të cilin do të donojë sjellja e Stolkovicit. Mirë po, Afrim Gash, ka tjera halle. Ai mund të protestojë për Srebrenicën që është në rregull, mirë po për shqiptarkat, nënat tona, motrat tona, gratë tona, vajzat tona, nuk mundet. Nuk mundet, sepse është i përzgjedhur. Ata janë të përzgjedhur prej kuj. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Miqtë mi, u bë aq pëtere sa ende pa u kryer projekti tunelit komunët e Tetovës mis punimet për rrugën Tetovo-Prizren. Çfarë nuk ka, çfarë nuk do të dëgjosh. Fenomeni Bilal Kasami vazhdon me driblingjet e tij. Dhe po ja del. Edhe pse qeveria ende kërkon kohë për të realizuar projektin e tunelit për rrugën Tetov-Prizren, komunës së Tetovës si duket nuk i pritet. Rruga ka filluar që të hapet konkretisht qarkorja e rrugës Tetov-Prizren, e cila do të përfundojë në hyrje tek tunelit. Punimet vazhdojnë të kryhen këtu në Bishkovicë, por nuk dihet ende se sa do të jetë gjerë kjo rrugë, sa do të jetë gjatë dhe cili është projekti që po realizohet. Por pas punimeve të kryera, historia përfundon këtu. Derisa nuk ka një projekt të finalizuar mbi tunelin që duhet të lidhë Tetovën me Prizrenin, rruga apo qarkorja do të mbetet e tillë. E njëjta kalon në përfshatrat Shqipkovicë, Brodec e Beshau deri në Bozovcë. Projekti duhet të përfundon për 6 muaj, ndërsa vlera e tij është 250.000 euro. Në kontratën e lidhur me subjektin që kryen punimet nuk figuron asnjë se kjo rrugë të çon në Prizren, por komuna e Tetovës e ka marrë përsipër për ta bërë pasi sipas tyre përfshin fshatrat e Tetovës dhe duhet rregulluar nga komuna. Punimet kanë filluar pa dhënë komuna shpjegim dhe informacion konkret nëse janë kryer shpronësimet, ka pasur dikush ankesë apo është bërë një studim paraprak mbi qëndrueshmërinë e tokës dhe trasesë nga kalon qarkorja për tek tuneli që lidh Tetovën me Prizrenin. Rastis se këtij projekti kalon nëpër komunën e Tetovës dhe duke marrë parasysh faktin që një pjesë e kësaj rruge kalon përmes fshatit Shqipkovicë, ne si komunë jemi të përfshirë në ndërtimin e qarkores mbi fshatin Shqipkovicë, që do të jetë segmenti rrugës Tetov-Prizren. Punimet për ndërtimin e qarkores filluan pikërisht një ditë pasi ministri i transportit dhe lidhjeve Aleksandar Nikolovski deklaroi se projekti për tunelin akoma nuk ka përfunduar, ndërsa edhe nëse vjen si propozim, qeveria duhet të gjejë fondet për ta financuar projektin. Duke lënë të kuptohet se për momentin tuneli mbetet ide që duhet të dalë në letër, ndërsa realizimi varet nga disponimi i arkës së shtetit dhe vullneti i qeverisë. Qarkorja e rrugës Tetov-Prizren do të lidhet nga rruga e Kodrës së Diellit, ndërsa do të përfundojë para tunelit në fshatin Bozovcë. Po pra, në ndërkohë, informatat e mia bëjnë me di se shumë shpejt do i dalin të gjitha inspektoriatet kryetarit të komunës së Tetovës dhe pa marrë parasysh se është në qeveri.
Kjo nuk është kon për shtati më së shumti qeverisë, sepse qeveria ende nuk i ka vjel mjetet nga fondacionet ndërkombëtare. Nga ajo që ka fondacione brenda, bën autostradat nëpër Maqedoninë tjetër, pra lindore. Nuk e ka gajler Maqedoninë perëndimore. Qëndro bila. Okej. Nuk është okej, për unë vazhdoj më tej, pra. Gjithandej Maqedonia vërtet ka të halleve të lashë. Pra, tash me këtë duhet merret edhe ministri i Arshëm i Drejtësisë, i cili është zgjedhur dje, jeton shqiptare. Nikola Gruevski u shpall i pafajshëm për ndërtimin e pallatit të Bardh, jashtë qytetit Talirdi. Pas 8 viteve pronë e kthehet vëmërë dhe përmes. Hajde, reago, ke të drejtën. Dil me një deklaratë se nuk është ashtu. Dil. Okej, nuk është okej, për unë vazhdoj më tej. Pra, del nga dal, Maqedonia për çdo ditë më tepër, po i ngjan një vorbulle që vetëm nuk ka vluar. Në Tetovë u zgjodhen emra të ri për rrugët. Në listë gjendet figura shqiptare, maqedonase dhe ndërkombëtare. Këtë është në rregull. Ndroni. Këtë është në rregull. Vini edhe në atë që të quhet, pa marrë parasysh se shumë qytetarë, shumë kë nuk, okej, në rregull është. Në rregull. Pirollo qoftë dhe ama vini edhe në letër njoftimet e në përgjigjet e tjera, sepse është koha kur regjistri qendror duhet të regjistroj. Regjistri qendror. Më ka pëlqyer, jo, s'më ka pëlqyer hiç, por kam qeshur me vetveten lidhur me atë se BDI ka reaguar sot edhe për zgjedhjen e zëvendës drejtorit të televizionit të Maqedonisë. Dhe i besoj BDI-s. A dini pse i besoj? Sepse BDI-ja për 22 vite çfarë nuk ka bërë atje? Kën nuk ka vë zëvendës drejtor. Duke vënë nga Bushi, i cili s'kish lidhje me udhëheqjen e programit, por ishte një inxhinier, respekte për punën e tij, por nuk kish lidhje me atë. Në televizionin shtetëror të Maqedonisë duhet të ketë njeri i cili e njeh punën e gazetarisë dhe punën e programit, sepse televizioni shtetëror i Maqedonisë ka si motrën e saj, që quhet Makedonska Radiodifuzia, radiodivizioni i Maqedonisë, e cila merret me anën teknike, ku do vjen antenat, si kapet sinjali, nuk ka të bëjë as pak televizioni i shtetëror i Maqedonisë me këto. Nuk ka të bëjë as pak. Pra, është bija e radiodifuzionit të Maqedonisë. Dhe kë nuk ka vu BDI-ja, ama kë nuk ka vu. Dhe tash pas ka vuat janë një menaxher e cili pas ka bë darsma, pas ka bë kështu prafërsisht ishte deklaruar. Okej. E ka bë, mos e moshë thon braqet e Këshillës Republika, pra vëmëroje. Ja kanë mundsuar, atyre intereson më fakti që të ketë cilësi në televizionin e Maqedonisë, edhe pse është televizion publik. Që të ketë cilësi, sa më dobët televizionin në gjuhën shqipe, ata njëjtën gjë kanë edhe në televizionin në gjuhën maqedonase, mos ndoni se kanë më mirë. Por BDI nuk ka të drejtë të pakë. Kë nuk bëri BDI zëvendës drejtor atje. Kë nuk bëni kryeredaktor. Kë kryeredaktor është vërtet historinë e vetë. Njerëz të cilët në shtëpinë e vet nuk i njihshin, këta i bën kryeredaktor. Plus i bën edhe me para, me lek. BDI. Shumë gjuna. Shumë gjuna. Shumë gjuna. Dhe Bashkia Evropiane ka kërkuar nga Maqedonia kreditë llogari, ku kanë përfunduar fondet e kanalizimit në Gazeazi në Kërçov. Tek tash zbulohet ajo që këta thonë të BDI-s, nuk është vërtet, është vërtet. Tek këta. Pra, gjithandej Maqedonia. Nga Tirana, nga Shqipëria kishte një lajm mjaft interesant më herët Edi Rama. Lidhur me atë se kumike, Edi, pse Edi Bështrika. Pra, kishte një lajm mjaft interesant ku Edi Rama thoshte lidhur me atë se dhe kishte drejt. Shqipëria më në fund i ka përmbyllur 3 kapitujt e parë, grup kapituj, që është një sukses jo i madh, po i jashtëzakonshëm. Mbeten edhe 9 të tjerë, pra 3 të parët i kaloi në Bashkimin Evropian. Ndërsa për atë që thot Edi Rama se nuk do ketë pasaporta për shqiptarët e Maqedonisë, janë pralla për natën e mirë. Po, pralla janë për natën e mirë. Kush është Edi Rama që të saktoj, nuk është shteti. Nuk është shteti. Ai një deklaratë nga ajo që
e po mundsoj hyrjen e këshilltarëve, deputetëve të Vlenit në Tiranë e ndryshoj. Kjo punë, vate kjo. Po si thanë, iku kjo punë, vate kjo punë, nuk ka më negociata, por në fakt, jo vetëm ka negociata, por mbyllën 3 kapitujt e parë. Pra filloi numërimi mbrapsht, mbyllja e kapitujve. Dhe ne, duan s'duan, ata që s'duan, do t'i mbyllim të gjithë kapitujt deri në 2020. Po pra, deri vitin 2028 Shqipëria i mbyll të gjitha dhe Buongiorno, mirë se na erdhe Bashkimi Evropian. Asgjë më tepër, unë këtu ju përshëndes, ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani. Dëgjohemi nesër mbrëma.